keni dini se kush i ka sjell në Kosovë këto grana Hells vetëm një muaj përpara këtyre sulmeve të koordinuar? Përgjigje jo. Pyetje, faleminderit. If we can please go to Të kalojmë në faqen e PDF faqen 9 në PDF në anglisht, që është faqe 82 e PDF-s në variantin në shqip. and if we can focus on the last question on that page. Përqendrohuni pyetjen e fundit në këtë faqe që ndodhet në fund të saj. Këtu pyetet, dhe kjo është një intervistë me Recep Selimin e botuar në vitin 2003. Aty e kanë pyetur lidhur me logjistikën dhe ushqimin për ushtarët UÇK-s. Dhe ai thotë, në fund të kësaj faqe, 3 rreshet e fundit, pas këtyre 3 të parave, Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli sollën mortajet e tjera dorë në Jabllanicë në gusht të vitit 1997. Të kalojmë në faqe tjetër, pra sa përket këtyre mortajeve të dorës. We had 11 of them. Kishim 11 të tilla. 3 erdhën me formë të tjera dhe me pas kemi patur 14 për të përgatitur për 14 veprime në 11 shtatorin 1997. Deri në atë ditë nuk kishim shfrytzuar asnjë për tyre, pavarësisht se ndonë se kishim nevojë të i përdornim, me qëllim që Serbia të mos merrte masa, sepse në atë kohë llogarisim se kjo është një armë e madhe dhe dëshironim ta zinim Serbinë në befasi, siç edhe ZUM duke organizuar një aksion shumë të fuqishëm dhe të sinkronizuar në shtator 1997. Patëm 14 mortaja dhe bëm 14 aksione. Po të kishim pasur 20, do të bënim 20 aksione. Atë kujtohet kjo ngjarje? Përgjigje jo. Your Honor, I would like to... Pyetje, unë i ndërruar gjykatës dua që ti paraqes për pranim këto 2 faqe. These are SPOE. Që kanë shifrën SPO 00131832 dhe SPOE 00131833. Gjykata kanë kundërshtim tali, po ne kemi kundërshtim. Të hënën prokuroria dërgoi një email ku ka thënë në mënyrë të pasaktë se këto ishin autorizuar nga trupi gjykues, këto materiale që do të paraqiste, dhe zoti Roberts ju përgjigj asaj këtij email ditën ditë duke kujtuar trupi gjykues që ka përfunduar periudha kur ZPS mund të paraqisë provat e saj. Kanë patur muaj dhe ditë të tëra dhe kjo është një përpjekje për të rihapur atë proces dhe për të paraqitur këto dokumente. Dokumente për të cilat dëshmitari nuk ka thënë asgjë, që thotë që nuk ka njohuri për këtë incident dhe nuk shton asgjë. Faleminderit. Më shëdiq, a mund, unë jam dakord, dëshmitari nuk ka dhënë si koment Dixon, po kështu edhe ne jemi dakord. Kjo është një periudhë vitit 1997, nuk ka të bëjë asgjë me thelbin e dëshmisë së tij dhe ne ngrem edhe çështjen e relevancës lidhur me këtë aspekt. Jo di që arsyeja se përse e kemi dërguar këtë email mes palëve është se gjatë përgatitjes së këtij dëshmitari kishim vëmë re se nuk kishim pranuar këto 2 faqe. Kur e paraqitëm këtë dokument në fakt kemi përdorur me 4401 dhe në fund paraqitëm të gjitha faqet dhe në fakt të tërë dokumentin dhe ju i ndëruar gjykatës me 4 dhjetor morët vendimin se pjesët e intervistës të cilat i janë paraqitur dëshmitarit
përmbushin kriteret për pranim. Ne kemi besuar në atë kohë se edhe këto faqe ishin pranuar në atë kohë dhe kjo ishte arsye se pse e dërguam këtë javë emailin që dërguam. Ne menduam që ishte një gabim që nuk ishin pranuar. Megjithatë, po i paraqisim tani veçmas dhe arsyeja për pranimin sa përket relevancës ka të bëjë me dëshminë që për këtë dëshmitari, thjesht dëshmitari flet për marrëdhëniet e vështira që ka patur MUÇK në Shqipëri. Këtu po flasim këtu po flasim për 1997, e ka folur se Hashim Thaçi nuk ka qenë luftarak, ndërsa këtu tregohet pjesa se si ai ka dërguar armë MUÇK-s. Mishi mund të përgjigjem. Dëshmitari në dëshminë e tij kryesore ka folur vetëm për periudhën kur ka arritur në Kosovë, që nga korriku i 1999, dhe kjo nuk ka asgjë të bëjë me zotin Thaçi dhe marrëdhëniet e tij me UÇK-n. Dëshmitari nuk ka thënë që ka patur ndonjë bazë për njohuritë e tija lidhur me marrëdhëniet e zotit Thaçi me UÇK-n përpara mbërritjes së tij. Jo diçka me gjithë respektin që kam ndër gjykatës, zoti Mishitić po jep dëshmi këtu. Kjo nuk ishte pjesë e dëshmisë së tij, por unë kam detyrë për të ekspliruar të gjitha gjërat që ka thënë në deklaratën e tij dëshmitari Mishitić. Unë duhet të shtoj. Kjo ka të bëjë me faktin që vendimi më hershëm i trupit gjykues ishte i qartë që bëhej fjalë për pranimin e një faqe të vetë, dhe prandaj të katër ekipet e modës e kanë kundërshtuar gjë të tillë. E dyta, unë nuk po them, nuk po e interpretoj gabimet që thonë dëshmitari. Dëshmitari ka bërë të qartë se ai nuk ka komentuar me gjëra që nuk i ka parë vetë. Ai ka thënë që nuk shef asgjë, nuk ka shtuar asgjë. Në qoftë se doni që prokuroria dëshiron që këtë ishte pjesë e provave materiale, duhet të kishte paraqitur atë përmes procedurës jo gojore apo ndonjë mënyrë tjetër. Kryegjykatësi. Këto dy faqe do të pranohen, janë relevante, kanë të bëjnë me njohuritë e tij lidhur me zotin Thaçi dhe rolin e tij. Dhe kjo çështje është ngritur gjatë pyetjeve që ka bërë pala e mbrojtjes. Do të pranojmë, minutëm i vendosni një numër prove sekretaria. Mund të kemi një serim këto dy faqe t'ja shtojmë dokumentit të pranuar më herët, që është P01883, apo t'japim numër të ri prove. Jo diçka, ne do të preferonim që t'i shtoheshin asaj prove materiale. Kryegjykatës atëherë shtohen provës materiale 183. Sekretaria, faleminderit. Faqet SPO 00131832 dhe 833 do t'i shtohen provës materiale P0183, klasifikimi publik. Mishitić, zoti kryetar, a mund të më jepni ca kohë gjatë pushimit të kështu, ne duam të bëjmë një kundërshtim të cilin nuk duhet ta zyrtar, këtë nuk duhet ta bëjë në praninë e dëshmitarit. Faleminderit, ju kërkoj ndjesë për këtë ndërprerje. Tani i kthehemi njohurive që ke pasur ti lidhur me zotin Hashim Thaçi. Nuk keni pasur dieni lidhur me sulmin mbi shtëpinë e Jasharit? Përgjigje po. Pyetje. A keni pasur dieni që kjo ka çuar një fluks të madh njerëzish që kanë shkuar në Kosovë për t'u bashkuar UÇK-s? Përgjigje, nuk i kam ndjekur nga afër këto zhvillime. Në atë kohë, në Këshillin e Sigurimit, unë kam qenë përqendruar në zbatimin e marrëveshjes së Daytonit. Pra, përgjigja e shkurtër është po, kam patur dieni, po jo në hollësi. Hollësit kanë qenë të pakta. Pyetje, a keni pasur dieni lidhur me ushtarak profesionistë të cilët janë bashkuar UÇK-s në pranverë të 98-s? Përgjigje jo. Pyetje, pra, nuk keni patur dieni nëse ato do të duhet të autorizoheshin nga UÇK përpara se të ndalsoheshin? Përgjigje jo, nuk e di.
Pyetje. Faleminderit. A keni dëgjuar për marrjen në kontroll të minierës Bellachevsit në bar të madh nga UÇK-ja? Përgjigje jo. Pyetje. A keni dëgjuar ndonjëherë nëse në atë vend ka qenë në Bellachevs, pra në bar të madh ka qenë Hashim Thaçi në kohën kur ka qenë ky vend në duart apo në kontroll të UÇK-s? Përgjigje jo. Pyetje. Do t'ju tregoj një video të shkurtër përpara se të marrim pushimin. Të vendosim në ekran P01273 me transkriptin në anglisht. We can just play the video, Lozim vetëm videon se s'ka nevojë për transkriptin. Deri në shifrin 0034, pra deri në 34 sekonda. Thank you. Faleminderit. Personi I cili ka filmuar këtë I ka identifikuar këto ushtarak me emrin Hashim Thaçi dhe me emrat Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli dhe ndodh kjo në numrin e transkriptit. Në numrin e transkriptit 16650 të datës 4 qershor 2024. Unë besoj se nuk e ke parë këtë video apo jo? Përgjigje jo, nuk e kam parë. Jo dëgjoj, mund të jetë kohë mirë për të marrë pushimin. Kryegjykatësi dëshmitarët do të japim 10 minuta pushim.